Fotot që po ndiqnin në ekran kanë bërritur në adresën tonë nga qytetarë që jetojnë në Greqi dhe votuan në këtë vend, të cilët deklarojnë se tërhoshën dhe dorëzuan zarfet me fletët e votimit në magazina ku shiten cigare e jo vetëm. Ky ishte procesi model sipas zotit Celibashi, ku adresat e qytetarëve janë nëpër tabakino dhe zarfet tërhiqen e dorëzohen në të njëjtat ambiente. Ndërkohë, akoma nuk kemi një përgjigje pse DHL nuk paraqet provat e dorëzimit të zarfit tek çdo votues në diasporë, si për shembull në Itali, në Shtetet e Bashkuara apo Mbretërinë e Bashkuar. Sipas zotit Celibashi, përgjegjësia e KQZ përfundonte për zgjedhja e operatorit me reputacion sa më të mirë e me sa më pak para, si dhe ndërtimi një kontrate të mirë e cila është ende në zbatim. Zoti Celibashi duhet të jetë me dije se përgjegjësia e KQZ fillon me procedurën e prokurimit, zbatimin e saj, lidhjen dhe implementimin e plotë e të suksesshëm të kontratës përfshirë mirë menaxhimin e fondeve publike. E meqense kontrata është ende në fazë zbatimi, të marrim masat e parashikuara në aktet ligjore dhe në kontratën respektive, kundrejt përgjegjësve të dështimit të përmbushjes së detyrimeve kontraktuale.